Muhammadun Rasulullah. Të nderuar vëllezër dhe motra, falënderimet të gjitha i takojnë Allahut Dhul Xhelal, krijuesit gjithësisë, madhështorit, të fuqiplotit, të gjithditurit. Prej tij kërkojmë falje, mëshirë dhe atij mbështetemi gjithmonë në jetën tonë, në gjitha çështjet tona. Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamberin e fundit për të na orientuar në rrugën e drejtë dhe salavatet ja çojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an famlar thot: o ju që keni besuar, friksojuni Zotit, siç i takon madhështisë së tij që ti friksoheni, ti druheni, e të mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë në nështru, duke qenë musliman përpara tij. O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe mos flisni vetëm se fjalë të drejta dhe të vërteta, në mënyrë që Allahu t'ja u rregulloj ju, t'ja u siguroj ju lumturinë dhe shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'anin, të cilin ja zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta majtë në binar dhe gjithë njerëzimin, ata që e pranojnë si fjalë të madhit Zot. Dhe se udhëzimi më i mirë dhe i pashoj që është suneti pejgamberit, porosit që na i la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të dyja këto janë shpallje nga Allahu, krijuesi i gjithësisë. Dhe se çdo sajes, çdo shtesë apo risi në fenë Allahut është e refuzuar për shkak se feja Allahut është e plotësuar. Të nderuar vëllezër, a'dhamu ayatin fi kitabillah, ajeti më madhështor në Kur'anin që e ka zbrit Allahu Dhul Xhelal. Dëgjoje: Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ajeti më madhështor që i madhi Zot e ka zbrit ndër fjalët e tij në Kur'anin famlart. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu, emri më madhështor i Zotit subhanahu wa taala. Të gjithë emrat e Allahut varviten dhe janë të mvarur nga ky emër madhështor. Allahu, i adhuruar i vetëm në tokë dhe në qiell dhe në gjithë universin. La ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahu Dhul Xhelal. As njerëz, as gjind, as me lajket madhështore dhe as krijesa. As kush dhe as gjë nuk adhurohet përpos Allahu Dhul Xhelal. El Hayyul Qayyum, dy emrat të tjerë madhështor të Allahu Dhul Xhelal. El Hayy, i përjetshmi, i gjalli dhe i përjetshmi dhe i përhershmi. El Qayyum, el qaimu bi dhatihi ghayru muftaqirun fi qiyamihi ila ghayri. Thot Ibnul Qayyim, Allahu më shëroft, është ai i cili është mbajtësi i gjithçkaje, ai që qëndron pa patur nevojë për krijesat e tij, ndërsa krijesat kanë nevojë për qëndrueshmërinë e tij që të jenë të qëndrueshëm. Qaimun bi dhatiyatun abadiyya, i qëndrueshëm, i përhershëm është Allahu Dhul Xhelal. El awwalu laysa qablahu shay, pari që nuk ka gjë përpara tij. Wal akhiru laysa ba'dahu shay, i fundit që nuk do të ketë askush dhe asgjë pas tij. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Allahun nuk e ka plon as dremitja, as kotja, madje edhe as gjumi dhe as kotja apo dremitja. E nëse Allahu do ta kishte si cilësi këtë cilësi të mangut që e kanë krijesat, pra kotjen, dremitjen,
apo dhe më shumë gjumin, do të shkatërrohej i gjithë universi. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazulata. Allahu e mban qiellin dhe tokën që të mos shkatërrohen. Allahu mban ekuilibrin e universit që ka kriju në mënyrë që të mos shkatërrohet. E kur do të vjen dita që do të shkatërrohen me lejen e tij dhe nuk ka kush t'i mbaj përpos Allahu Dhul Jalal. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Gjithçka që është në qiell dhe në tokë i takon Allahut. Ti robi Allahut mund të kesh miliona miliarda, por se ti je shfrytzues i kësaj pasurie, sepse në realitet është Allahu Dhul Jalal. Lum ai që është shfrytzues në mënyrë të mirë dhe mirë ai që është shpërdorues dhe keq shpërdorues i pasurisë së Allahut Jalla Jalaluhu. Ti mund të kesh shumë sot, po nesër mund të sprovoj Allahu me asgjë. Ti mund të jesh i pasur dhe i pasuri absolut është Allahu. Ndoshta Allahu të sprovoj që të bohesh nga të varfrit. Për ne Allahu Dhul Jalal ka dhënë pasuri dhe begati që të jesh falendërues dhe ta përdorësh në mënyrë që të kënaqet Allahu. Nuk të ka dhënë pasuri që të jesh arrogant, të jesh kryeneç, të bësh zullum dhe padrejtësi në tokë. Dhe Allahu na ruaj pastaj nga fukarallëku, e cila është një sprovë që ndoshta e çon njeriu edhe në kufër. Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. E kush mund të ndërmjetësoj, thot tek Allahu, për dikënd vetëm se me lejen e tij. Vetëm se me lejen e Allahut do të ndodh ndërmjetësimi në ditën e gjykimit. Prej argumentave të tauhidit, të njësimit Allahu Dhul Jalal në këtë ajet, është edhe shefati, ndërmjetësimi që do të ndodh ditën e gjykimit. Do të ndërmjetësojnë besimtarët për njerëzit e tyre që kanë vdekur si musliman, edhe pse kanë pas mangësira dhe tmeta dhe gjunahe pa mas. Do të ndërmjetësojnë me lajket, do të ndërmjetësojnë fëmijët e vegjël për prindrit e tyre duke i pritur ata në dyert e xhennetit. Allahu Akbar. Prandaj ty që të ka marr Allahu një fëmijë, mos u brengos, sepse është një derë që do të futesh në xhennet nëse vdes me besën e Allahu Dhul Jalal. Do të ndërmjetësojnë shahidët, dëshmorët, do të ndërmjetësojnë pejgamberët dhe shefati më i madh është shefati i pejgamberit ton, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të ndërmjetësoj për umetin e tij, të cilët një kategori prej tyre meritojnë zjarrin e xhehenemit që të mos futen në zjarr të xhehenemit. Do të ndërmjetësoj për disa njerëz që të ngriten në grada të larta në xhenet e kështu me radhë. Por ndërmjetësimi atë ditë është me dy kushte. E para, leja e Allahut për ndërmjetësuesin. Do t'i jap Allahu leje pejgamberit Zotit derisa të ndërmjetësoj. Do t'ju jap Allahu leje besimtarve derisa të ndërmjetësojnë për vëllezërit e tyre që janë fal me ta, të ndërmjetësojnë për prindrit e tyre dhe për fëmijët dhe të dashurit e tyre. Dhe e dyta, ai për të cilin ndërmjetësohet duhet me patjetër që të jetë musliman. Duhet që të ketë vdekur të paktën si musliman rrethin e gjerë të islamit, të ketë besu Zotin, të ketë besu xhenetin dhe xhehenemin, të ketë besu ditën e ringjalljes dhe shtyllat e besimit me radhë të 6 shtyllat e besimit. Ky është kusht, sepse Ibrahimi alayhi salam i u drejtua Allahu që të ndërmjetësoj për babain i cili kishte vdekur në kufër dhe në idhujtari, i cili nuk pranoi të besojë Allahun. Mirë po nuk ja dha Allahu subhanahu wa ta'ala të drejtën ditën e gjykimit që të ndërmjetësoj për të, për shkak se kishte vdekur në idhujtari. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu Dhul Jalal di çdo gjë që ka ndodhur më përpara, çdo gjë që ndodh në të tashmen dhe çdo gjë që do të ndodhi në të ardhmen dhe çdo gjë që nuk do të ndodhi. Nëse do të ndodhte, si do të ndodhte e din Allahu me detaje. Dhe argument për këtë, thot Allahu për banorët e xhehenemit, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Banorët e xhehenemit, qafirat, të cilët janë të përjetshëm dhe të përhershëm xhehenem, do të thonë o Zot, na kthe dhe një herë na nxirr nga ky zjarr i tmerrshëm, që të bëjmë vepra që ta meritojmë xhenetin, thot Allahu. Ata nuk dalin, por nëse do të dilnin, thot, do të ishim përsëri idhujtar, do të ishim përsëri mosmirnjohës dhe kufar dhe mohues të Allahut. La ilaha illallah.
Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Dhe njerëzit nuk mund të përveçsojnë dhe të dinë asgjë nga dituria e Allahut Dhul Xhelal, përveç se aq sa ju ka dhënë i madhi Zot. Nuk mundet që të dinë asgjë nga dia e emrave dhe cilësive madhështore të Allahut Dhul Xhelal, vetëm sa aq sa na ka zbrit në Kur'an dhe aq sa i ka mësuar pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah, thot pejgamberi i Zotit: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." Ati që ja do Allahu të mirën, thot, e bën të ditur në fenë e Allahut. Dia më e mirë dhe e dobishme është dia e njohjes së madhështisë Allahut Dhul Xhelal. Dhe se çdo dije dhe shkencë tjetër burimin e ka nga Allahu Xhalla Xhelaluhu. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursia, arshi, froni i Allahut subhanahu wa taala përfshin gjithë qiellin dhe tokën. Për shkak se është krijesë madhështore dhe fisnike, dhe për këtë arsye Allahu Dhul Xhelal zgjodhi që të qëndrojë mbi të, pa qenë nevojshëm për kursin dhe fronin e tij. Wala yauduhu hifdhuhuma. Kujdesi i Allahut ndaj qiellve dhe tokës, mbartja e këtyre të dyave krijesave madhështore, nuk e ka të vështirë Allahu. Nuk e lodh dhe nuk e mundon Allahun mbartja e qiellve dhe tokës. Wa huwa al-aliyyul azim. Ai është i lartësuari dhe ai subhanahu wa taala është madhështori. Thon dietarët o vëllezër, ai i cili sa më shumë ta njohësh Allahun, aq më shumë do t'i friksohesh madhështisë së tij, aq më shumë do të shtohet dashuria për të, aq më shumë do të largohesh nga kundërshtimi i tij. Kush e njeh Allahun nëpërmjet Kur'anit dhe Sunetit, pa dyshim që ka për ta dashur më shumë se gjithkënd dhe gjithçka. Kush e njeh Allahun nga Kur'ani dhe Suneti, do të kullohet zemra e tij dhe do të pastrohet. Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu thot: një ditë, thot, i erdhën një grup pra njerëzish nga Jemeni për ta pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë, thot, e lidha devën time pranë derës së xhamisë dhe u futa të dëgjoja. I than këta njerëz: "Ji'naka nas'alu an hadha al-amr." Të kemi ardhur pejgamberi Zotit që të pyesim për zanafillën e krijimit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilit i kishte dhënë Allahu dijen që nuk e dinte askush, thot: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma." Ishte Allahu kur nuk kishte asgjë dhe askush, dhe që ndronte, thot, arshi dhe froni i tij mbi ujë. O kataba fi dhikri kull shay, dhe ka shkruajt në regjistrin e mbrojtur tek ai gjithçka që do të ndodhi deri në ditën e Kiametit. Nuk ka një gjethe që bjerë nga pema vetëm sa është shkruar në regjistrin e mbrojtur tek Allahu subhanahu wa taala. Wa khalaqa as-samawati wal ard. Allahu ka kriju qiellin dhe tokën. Thret dikush, thot Imrani, thot, esto se ka të zgjidh deveja, thot, kur dal jashtë të shoh deven time në horizont. Thot, vallahi, thot, do dëshiroja ta kisha lënë deven, mos t'i shkoja nga mrapa, sepse më humbi një dije madhështore që do e dëgjoja tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, ajeti më madhështor është ajeti të cilin e sapo e lexova, ajeti Kursi. Surja më madhështore është surja Ummul Quran, surja Al-Fatiha. Surja Al-Fatiha është surja më madhështore. O vëllezër dhe motra, thot Allahu Dhul Xhelal: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu. Allahu është i cili krijoi 7 qiej dhe njësoj si to, thot, krijoi 7 toka, edhe zbret shpalljen me urdhrin e tij. Për çfarë? Për të ditur ju madhështinë e Allahut, për të ditur ju se Allahu është i fuqiplot për gjithçka. Dhe ajeti i dytë është: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhindët dhe njerëzit vetëm se për të ma adhuruar mua. Këto të dy ajete, i nderuar vëlla dhe motër, na tregojnë qëllimin se pse Allahu na ka kriju. Ajeti i parë tregon se du të jesh i ditur ta adhurosh Allahun, dhe ajeti i dytë tregon se synimi madhor që je kriju është për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Mirë, por realiteti tregon se shumica e njerëzve, dëgjoje, shumica e njerëzve janë angazhu me ato çka janë krijuar për ta.
janë angazhu me mirësit dhe begati që Allahu ja u kanë nënshtru në vend që të angazhohen me atë për të cilën ata janë krijuar. E kështu besimtari dunjane e vend në punë në dispozicion për të fitu kënaqësinë e Allahut. E shfrytëzon mirësinë dhe begati që i ka dhënë Allahu për të fitu kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal. Prandaj Allahu na e ka tërheq vërejtjen duke na thënë: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O ju besimtar, mos të bëhet shkak pasuria juaj, fëmijët tuaj dhe familja juaj që t'ju largoj ju nga adhurimi i Allahut, që t'ju largoj ju nga përmendja e Allahut. Allahu prandaj kohë pas kohë i dërgonte pejgambert që për të na orientu dhe për të na kujtu të kthehemi tek madhështia e Allahut Dhul Xhelal. Thot Ibnul Qayyim, Allahu e mëshiroft, thirrja e pejgamberëve qëndron në 3 pika të rëndësishme. E para, njohja e njerëzve Zotin subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, dhe njohja e veprave madhështore të Allahut, të cilat nuk gjasojnë me veprat e njerëzve. E dyta, pejgamberët na mësojnë rrugën se si të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe xhennetin. Dhe e treta, përfundimi i cili i pret gjithë njerëzit, ose xhenneti i përhershëm, ose zjarri i xhehenemit i përhershëm. Allahu na ruaj të gjithëve për zjarrin e xhehenemit. Pejgamberi i fundit, më së miri, e prezantoi madhështinë e Allahut Dhul Xhelal dhe na e tregoi të drejtën e Allahut subhanahu wa taala, i cili thot: Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Ju kam lënë si një faqe fletore e bardh. Ja u kam qartësu fenë e Allahut dhe kush don e pranon dhe kush don e refuzon. Thot një prej selefëve të ditur, thot: Masakinu ahli ad-dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyab ma fiha. Thot më të varfrit dhe më të mirët janë ata njerëz të cilët kanë dalë nga dynjaja dhe nuk kanë shijuar ëmbëlsinë më të madhe në dynjë. I thanë se cila është ajo? Tha: njohja e Allahut dhe dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, kur flet për një pjesë të njohjes së madhështisë së Allahut, për kaderin e Allahut subhanahu wa taala, ai thot, ka bërë një varg poezish dhe thot: Ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وإن لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. Thot Imam Shafiu, thot, i krijove njerëzit, thot Imam Shafiu, thot, çka don ti, thot, ndodh, edhe nëse nuk dua unë. Dhe ajo çka du unë, thot, nëse nuk don ti, kur nuk do të ndodh. I krijove njerëzit, thot, me dijen madhështore dhe vullnetin tënd, thot. Dhe në dijen tënde, thot, është e shkruajtur se kush do të shkojë tek Allahu i ri dhe kush do të shkojë i vjetër. Disa, thot, i furnizove me begati, disa i poshtërove në dynja, disa i ndihmove me mëshirën tënde, dhe disa nuk i ndihmove sepse nuk e meritojnë. Prej tyre, thot, janë të dëshpëruar në dynja dhe në botën tjetër, dhe prej tyre, thot, janë të lumturuar në këtë dynja dhe në botën tjetër. E lutim Allahun që të na bëjë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, prej vlerave që nxjerrin pa madhështinë e këtij ajeti kuranor është një hadithi Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, të cilit i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë: Ja Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? A e din, o Ubej, o baba i Mundhirit, a e din se cili ajet nga Kurani është më madhështor? Ubej ibn Ka'bi, prej edukatës dhe moralit që mos fliste përpara pejgamberit Zotit që kishte mësuar, thot: Allahu dhe i dërguari i tij e din. E pyet për së dyti pejgamberit Zotit: A e din se cili është ajeti më madhështor në Kur'an? I thot: Allahu la ilaha illahu ayatul kursi. I thot: është ajeti Kursi, dhe e godet në gjoksin e tij dhe i thot: për hajër dijen që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Bon dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ubejin
për Ubej ibn Ka'bin. Thot Sheikhul Islam ibn Taymija, Allahu mëshiroft, thot në ajetin Kursi, thot janë mbledh 18 emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Abdullah ibn Abbasi, ajeti më fisnik, edhe pse të gjitha ajetet e Allahut të Kur'anit janë fisnike, po ajeti më fisnik është ajeti Kursi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe një histori tjetër që ka ndodhur me Ubej ibn Ka'bin. Ndërkohë që Ubej natën pra ishte me familjen e tij, gjen dikën që po grabiste nga pasuria e tij. Dhe kur e kap, e shikon që ishte një krijesë si fëmijë i vogël me gjymtyr si gjymtyrët e qenit. Allahu i nderoft. Edhe afrohet dhe i thot, "A'udhu billah", thot. "A njeri je apo xhind?" I thot, "Jam xhind." Thot, "Kështu janë krijesat e xhindve?" Edhe i tregon dorën, dora ishte si gjymtyr e qenit. Pastaj i thot, "Çfarë na ruan ne për jush?" I thot, "Kjo krijesë, thot, ayatun idha qara'taha as-sabah ujirta biha ila al-layl." Një ajet nëse e lexon në sabah je i mbrojt nga Allahu deri në darkë. E nëse e lexon atë në darkë je i mbrojtur nga Allahu deri sa të gëdhish në sabah. Hadithi është i saktë. Gjithashtu, ai hadithi ngjarja e Abu Hurairas o vëllezër. Kur e vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të ruajtur pasurinë e zakatit të Ramazanit, i vjen një person, pra me fizionomi njeriu, dhe e kap duke vjedhur. I thot, "Do të dërgoj tek pejgamberi i Zotit", i thot, "Mon, thot se kam fëmijë të varfër, kam familje të varfër, kam 100 telashe, më le të iki dhe e lën të ikën." Kur vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e nesër, i thot, "Ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha?" Çka ndodhi me atë që e kape duke vjedhur mbrëm? I zbriste shpallje nga Allahu dhul Xhelal. I tha, "O pejgamberi i Zotit, mua nku se kishte varfëri, kishte halle, sikletë dhe e lash." I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ama innahu kadhabaka." Ai të ka gënjur dhe do të kthehet prap. Thot, "Shkova të ruaja", thot, edhe kujtoja fjalën e pejgamberit, përsëri erdhi. Edhe e kapa dhe mua nku dhe e lash për s'dyti. Për s'treti, e kapa 3 herë rresht, për s'treti, thot, "Vallahi", thot, "do të çoj tek pejgamberi i Zotit, se ti që nge mashtrues, ti që nge jo i sinqert, 3 herë më ke gënjur." I thot ky person, thot, "Atë të mësoj", thot, "diçka", thot, "dhe të më lesh të ik", i thot, "që të bëj dobi ty ajo gjë që do të mësoj." I thot, "Çfarë është ajo?" Thot, "Një ajet kuranor", thot. "Nëse para se të flesh gjumë", thot, "e lexon ajetin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, derisa ta mbarosh këtë ajet, je i mbrojtur nga shejtani dhe nga çdo lloj gjëje." Subhanallah, ja lexoj ajetin kuranor krejt. Kur shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja tregon ngjarjen dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub." Ai ka thonë të vërtetën, ndërkohë që ai është gënjeshtar. A e din se kush ishte ajo? Abu Huraira thot, ai ishte shejtani. Ai ishte shejtani, ka thonë të drejtën, edhe pse ai është gënjeshtar. Del pa vlera e këtij ajeti kuranor që duhet secili prej nesh që ta mësoj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e lexon ajetin Kursi pas çdo namazi, thot, nuk e pengon atë që të futet në xhennet vetëm se e xheli. La ilaha illallah. Kush e lexon pas çdo namazi ajetin Kursi, nuk e pengon atë që të futet në xhenetet e përhershme vetëm se e xhelin që ja ka caktuar i Madhi i Zot. Elusim Allahun që të na bëjë prej banorëve të xhennetit. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar vëllezër, Allahu dhul Xhelal i krijoi qiellin dhe tokën, Allahu i cili krijoi jetën dhe vdekjen, Allahu i cili zbukuroi tokën me të gjithë begati që i kanë nënshtruar për njerëzit. Të gjitha këto për të na testu, për të na provu, për të na marrë në test dhe provim se kush prej nesh është më vepër mirë. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Për t'ju provuar dhe testuar se kush prej jush është më vepër mirë. Ka thonë kush prej jush është më vepër mirë dhe jo kush prej jush është më shumë që bën vepra. Për shkak se
ejukum ahsanu amala. Kush për jush është më i mirë dhe më cilësor në vepra, dhe që të pranohet një vepër tek Allahu Dhul Xhelal. E kemi thënë herë pas here që i ka dy kushte. E para, që të jetë me sinqeritet për Allahun Dhul Xhelal. Atë vepër që ta bësh, të jetë me sinqeritet vetëm për Zotin dhe jo për t'u dukë të njerëzit. E dyta, të jetë në përputhje me porositë e pejgamberit, me sunetin e pejgamberit. Dikush mund të vjet nezi i qeri në xhami, i themi ty Allahu shpërbleft. Më thot dikush, po mirë, po vita nezi. Po prit, se s'ka marru. Allahu shpërbleft që e ke me sinqeritet për Allahun. Pa a e plotson kushtin e dytë? A është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A e ka ndes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qiri në xhami këtë lloj mënyre që ta adhuroj Allahun? Jo, absolutisht. Dikush mund të shkojë ke varrezat, ke varri mirë, të lutet. Edhe kur i thu pse, po thot Zotit po i lutem. Po i thu ty Allahu shpërbleft se po i lutesh Zotit. Po a e ka bëu pejgamberi Zotit këtë lloj adhurimi që të shkojë të lutet dhe të adhurojë Zotin ke varret? Kurse si, madje është prej gjinoheve të mëdha dhe prej shirkut. Allahu na rujt. Allahu adhurohet në ato vende, në xhami, në shtëpi, në çdo vend përveç varrezave. Të nderuar vëllezër, çoni salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Elus Allahun që të na begatojt, na mëshirojt, na falit, na imbulojt të metat. Elus Allahun Dhul Xhelal që të na bëj ne prej banorëve të xhenetit Firdaus, fqin dhe komshi me pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ju falti modhi Zot të gjithëve. Aqimis salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.